Shqipëria është duke përjetuar një ndryshim të madh demografik. Sipas të dhënave më të fundit të Instat, popullsia është duke u plakur më shpejt se sa ishte parashikuar. Mosha mediane e shqiptarëve ka arritur në 45 vjeç më 1 janar 2026. Kjo do të thotë se gjysma e popullsisë është mbi moshën 45 vjeç dhe gjysma tjetër është nën këtë moshë. Vetëm gjatë një viti, ky tregues është rritur me rreth 7 muaj. Për krahasim, në Bashkimin Evropian, mosha mediane ishte 44.9 vjeç në fillim të vitit 2025. Kjo tregon se Shqipëria ka arritur pothuajse të njëjtin nivel me vendet e BE-s, ndonse deri pak vite më parë kishte një nga popullsitë më të reja në Europë. Të dhënat tregojnë se nga viti 2014 deri në vitin 2026, mosha mediane në Shqipëri është rritur me 10.8 vite. Në të njëjtën periudhë në Bashkimin Evropian, rritja ka qenë vetëm 2.4 vite. Kjo do të thotë se Shqipëria është plakur me rreth 4.5 herë më shpejt se sa mesatarja europiane. Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me rënien e lindjeve dhe imigracionin e vazhdueshëm të rinjve. Shumë persona në moshë pune dhe riprodhuese po largohen nga vendi, duke lënë mbas një popullsi gjithnjë më të moshuar. Pasojat pritet të ndihen në disa sektor. Tregu i punës mund të përballet me mungesë të fuqisë punëtore, ndërsa bizneset mund të kenë më shumë vështirësi për të gjetur punonjës të kualifikuar. Njëkohësisht, sistemi i pensioneve dhe sigurimeve shoqërore do të përballet me presion në rritje, pasi numri i pensionistëve është duke u shtuar, ndërsa i kontribuesve po zvogëlohet. Edhe sistemi shëndetësor do të duhet të përshtatet me nevojat e një popullsie më të moshuar, pasi do të duhet të investohet më shumë në trajtimin e sëmundjeve kronike dhe në shërbimet e kujdesit për të moshuarit. Kjo tendencë e plakjes së popullsisë po shihet si një nga sfidat më të mëdha që Shqipëria do të duhet të përballojë në dekadat që do të vinë.